Do të pyes, si kujtoni edhe ju ditën e çlirimit, pra 12 qershorin? 12 qershorin na ke kthy shumë ropa, na kujtohet sigurisht me kujtime edhe të mira, po edhe jo të mira, sepse jemi dalë prej një dite, prej një kohë shumë tërtë, shumë mesfiduese, kështu që aja ditë na ka bo për momentin më ndi shumë mirë, 12 qershori kur jeni jekë forcat serbe prej Skenderajt, prej Kosovës, gjithsesi, po kemi pas edhe njerëz që kanë pas nevojë për shërime mjekësore, për afrim pej pjesës spitalore, kështu që kemi pas edhe ditë që na kanë bo mëni jo mirë, po mbi gjitha ka qenë aja synimi që kemi arrit mbi gjitha edhe u shliru vene. Gjece, edhe një pyetje, pra, në 26 vjetor të ditës çlirimit, a është arritur qëllimi, pra, i ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Kështu që na sfidat për një shtet sa më të mirë, sa më të fuqishëm, sa më ligjor, sa më me mirësinë sociale, sigurisht e dëshirojmë ata dhe s'do të ndalëm gjithsesi të punojmë vazhdimisht për ato, po nga njëherë batitat e zbatitat ose qeverisja ju e mirë ban muni kes, ban muni të qytetarë tu jo sa duhet mirë, sa duhet krenar, sepse trit e Kosovës vazhdimisht janë të lëshu venin, vazhdimisht njerët janë të anku për asistencë sociale, vazhdimisht janë të anku të mos ja dal jetës tyre edhe me punën që e bojnë të ja dal në banë, kështu që ne kemi një përgjegjësi, kemi pas një përgjegjësi edhe gjatë luftës, po edhe pas luftës, tani pozicioni jam nga kjo që jam si deputet, mban muni jo mirë, sepse edhe ky ngërçi politik tash ban më reflektue me mangësi fuqizimit të shtetit. Ne nuk jem shtet që jemi kriju që 100 vite, po jemi kriju që një pjesë, një kohë shumë më shkurt, prandaj nuk mujmë tolerojmë kësi ngërçash, nuk mujmë tolerojmë humbje kohe, po vazhdimisht na duhet 24 orë për me punu edhe me rregullu jetën e qytetarëve, sepse Kosova lëngon hala prej plagëve në njerëzve, lëngon hala prej gjakut që u derdhë në Kosovë, edhe familjarët e atyne që kanë dhonë jetën për këtë vend, sigurisht nuk e kanë jetën e mirë, sigurisht edhe qytetarët e tjerë, po për këta në dhem zemra ma shumë, edhe për këta hoki, edhe për ata që kanë dhënë jetën për Kosovë, po edhe për familjet e tyre, po për gjithë qytetarët e Kosovës, ne nuk kemi kohë me humb, po do të punojmë 24 orë për me arrit qëllimin edhe me arrit që me fuqizu shtetin ton, aq shumë të pritun, po fatkeqësisht po ngec te politika e njerëzve që kanë marrë përgjegjësinë me udhëheq shtetin. Gjece, faleminderit shumë për kohën që gjetët lidhësh drejt për drejt me ne. Lutem, faleminderit, edhe uroj gjithë qytetarët të Kosovës 12 qershorin, edhe